Sa raste janë që sot gëzojnë mbrojtje gjyqësore si sinjalizues? Nuk ka shumë raste që kanë kaluar në gjykata, janë në gishta rastet që janë duke u trajtuar nga gjykata për mbrojtje. Ka raste që e kanë fituar statusin e mbrojtjes? Ne si agjenci u njohim të drejtën e sinjalizuesit. Kemi gjyqtarë që kanë kërkuar nga agjencia, na kanë pyetur se personi i tillë, i cili ka pretenduar që është sinjalizues, a ka sinjalizuar, ne kemi konfirmuar, e mbaj mend të paktën në vitin e fundit, në fund vitin e kaluar, e kemi dërguar një rast dhe ka edhe më herët, po nuk ka shumë raste, sepse shumicën e shkeljeve kemi tentuar të adresojmë duke ndërmjetësuar. Dhe si agjenci kemi kërkuar që të respektohen të drejtat e sinjalizuesit, por ne du ta dimë mirëfilli që punëdhënësi mund të merr masa për shkelje tjera, por jo që ndërlidhen me sinjalizimin ndaj një zyrtari. Ne informojmë po ashtu dhe tentojmë të edukojmë këta sinjalizues që të qenë sinjalizues nuk të ofron mbrojtje nga gjithçka. Do të jesh i rregullt në punë, do të krysh detyrat, sepse gjitha këto mund të jenë si ta themi dëshmi e mjaftueshme për punëdhënësin për të marrë masa ndaj tij, pastaj nuk e mbron ligji për sinjalizim. Kemi pasur raste ku një sinjalizues caktuar nuk është lajmëruar me ditë të tëra në punë duke pretenduar që e mbron ligji për mbrojtjen e sinjalizuesve. Ligji për shërbimin civil, mungesa mbi 3 ditë pa arsye e mundson në largimin nga shërbimi civil. Ne kemi tentuar çdo herë dhe zyrtar tashmë, sepse kemi ngritur, kam përmendur edhe më herët numrin e zyrtarëve që merren me trajtimin e sinjalizimit, kanë qenë më herët 2, tashmë janë 3. Të këta kanë autorizime për të zhvilluar takime jashtë zyrave të APK-s, sepse kemi pa që është një breng e sinjalizuesve kur hynë në agjenci dhe identifikohen të paktën 2 herë të hyrje e agjencisë për identitetin e tyre se sa po ruhet. Ne tashmë takimet kryesisht i zhvillojmë jashtë agjencisë, ose duke komunikuar përmes platformave të sigurta të cilat nuk janë në domenin qeveritar, që është një standard evropian që kanalet e komunikimit për qëllim të sinjalizimit nuk do të jenë brenda sistemit qeveritar, do të jenë të pavarura nga institucioni që trajton sinjalizimin. Po ashtu edhe numrat e komunikimit kemi të brendshëm, po kemi edhe komunikime të cilat janë paralele dhe nuk mund të mbikëqyren nga institucionet publike në Kosovë.